tek Vleni tash. A keni besim të njëri tjetri? Është besim në organizim për shkak se kanë kalu 2 vjet. Okay. Domethënë 2 vite të bashkëqeverisjes dhe 1 vit e gjysmë parafërsisht është nga iniciativat e para për të formuar Vlenin dhe kemi pas 2 cikle zgjedhore në të cilat e kemi dëshmuar unitetin e Vlenit. Kemi punu për listat zgjedhore ku ndoshta nuk kemi qenë prioritet, tash flasim si grupi alternativ. Përkatës si një partije politike që është pjesë e Vlenit. Kemi punu për grupe tjera, domethënë për listën zgjedhore të këshilltarëve, që ndoshta Bartës ka qenë dikush nga partia tjetër, kandidati ka qenë i Vlenit i përgjithshëm apo ka qenë i një partije tjetër. Dhe këtë akull që ka qenë vështirë i thyeshëm për opinionin, ne kemi thy me lehtësi për shkak se kemi gjetë modusin e funksionimit, natyrisht duke mbjell besimin brenda nesh, dhe unë besoj se kemi arrit në nivelin ku duhet veç ma ato mikrodallime që i kemi mes vetë ti tejkalojmë.